E ftuar në një emision, Loredana Brati komentoi për herë të parë daljen e saj nga shtëpia më e famshme në Shqipëri, duke ndarë ndjesitë e saj për situatat e fundit. Do të kisha pritur të shikoja klipin, të kaloja pak kohë me Jozin pas daljes nga shtëpia më e famshme, të kishim një moment për të diskutuar çfarë ndodhi, por kjo gjë nuk ndodhi. U shpreh ajo duke treguar se ende nuk e ka përpunuar plotësisht situatën. Loredana reagoi edhe ndaj veprimeve të Jozit ndaj Gjestit duke u distancuar totalisht. Ishte një pamje shumë e fortë, jo e mirë për tu parë. Distancohem komplet nga gjesti i Jozit ndaj Gjestit, nuk ishte i pranueshëm. Më vjen keq që ai arriti ta bëja atë gjë. Megjithatë, ajo theksoi se nuk pendohet për rrugtimin e saj. Nuk pendohem, do ta bëja sërish të njëjtën rrugë, kam mësuar shumë. Në fund Loredana shtoi se ka marrë një vendim në lidhje me Jozin, por nuk preferoi ta zbuloj publikisht. Nuk dua që ta agravoj situatën, deklaroi ajo. Shumë nga fancat mendojnë se ajo ka marrë një vendim për të ndarë nga Jozi, por se çfarë do të ndodhë na mbetet vetëm të presim në ditën e vazhdim.